I lindur si një projekt industrial në zemër të Shqipërisë, Poliçani për dekada me radhë ishte simboli punës dhe rinis. Themelimi i tij lidhet ngushtë me ngritjen e uzinës mekanike, një ndër më të rëndësishmet e kohës, e cila u kthye në motorin kryesor të zhvillimit ekonomik dhe social të zonës. Në vitet e saj të arta, kjo uzinë të rishte mira të rinj e të reja nga e gjithë Shqipëria, të cilët vinin për një jetë më të mirë, për punë të qëndrueshme dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre në një qytet që rritej çdo ditë. Mbyllja e uzinës mekanike shënoi një kthes të fortë për qytetin. Shumë familje u detyruan të largohen në kërkim të mundësive të reja, fillimisht drejt qyteteve të mëdha dhe më pas jashtë Shqipërisë. Sot, në vitin 2026, Poliçani përballet me një realitet krejt tjetër. Qyteti, që dikur mburej me rinin, sot duket i poshatisur. Ka një uten njëzën për që është shpitë bosja. Shka që. Po për që shka? Për shka punë. Për punë, vetë për punë. Që gjatë kemi të arrejë të mjë. Punë shka. Po do të njëri pos punoj ku do shjetë. Përgjithsisht, banorët e Poliçanit me qaj sigurojnë një testën e tyre? Po e që ku shka në i qunë në grim, ku shka në i një qunë, edhe ca që janë punë. Këtu, dalë dhe këta ja hiqë. Qunë dhe njëzë ka një gurë, ku gjithë qunë atë rinjë. Qëra të rihtu s'ka, ka një kupter. Të rinjt janë të pakt dhe mungesa e tyre ndihet kudo në qytet, në rrugët e tij, sidomos në pedonalen kryesore, ku dominon prania e të moshuarve. Pensionistë kanë ngel, të rinjt janë shumë pak. Për arsye të punës, s'ka punë. Ky është problemi. Aktualisht që flasim, me qaj sigurojnë një tjesën shumica e banorëve? Me ndihmën e emigrantët. Kjo është. Një pjesë kanë ekonomi ndihmose, kanë tokë shumë. Përveç se emigrantëve, edhe çka janë punësuar, tu s'ka bujqësi, s'ka ndërmarrje që mund? Po, s'ka bujqësi, kanë jashtu tokë, shka 2-3 dyllym tokë. Uzina që ishte, ajo është mbyllur, e vetëm ajo ishte oksigjeni qytetit. Ti vetë ke qenë punojës? Kam qenë, 50 vjetë. Dëgjoj, ajo kohë ishte sepse ne kishim punë të gjithë. Venim të gjithë në punë. Mbaronin fëmija shkollën, gjimnazin, shkollin në punë. Kjo ishte atje. Kishe gjallëri qyteti. Kishe gjallëri. Më thënë, si ishte ekonomia ashtë ku duhet, po që kishe gjallëri. Tu shikojnë të mbushur komplete. Sa ka ndryshuar qyteti që frymëryes? Shumë ka që. Juve vetë qa pozicione keni pasur? Unë tornitor kam qenë. Tornitor, qysh nga 65 deri 2014. Me sa kujton ti, sa të punësuar kanë qenë në punë? Po të kanë qenë gati 10.000 punëtorë. Po e se gjysma e qytetit? Qa, tani s'ka ngelu as 30%. Që prej mbylljes uzinës janë larguar njerëzit nga... Po shumë, edhe pensionistë janë larguar, kanë vajtur në Tiranë.
Rallja nga shokët e mi, rallë gjenë këtu. Moshatarë. Çka duhet bëhet ndryshe për këtë qytet që t'i rikthehet jeta që ka pasur? Hapet e vend pune, kjo është. Ky është oksigjeni. Po hapet në pune, edhe të riqëndrojnë, edhe sepse ne kemi ngelu vetëm. Ja, unë kam 3 fëmijë jashtë. Mendojmë për moshën tash, ditë më të keqe. Fëmija duhet për ditën e keqe, si kur jam i s'ke nevoj. Sfida e sotshme për Poliçanin mbetet rikthimi i jetës në këtë qytet, përmes investimeve, hapjes së vendeve të reja të punës dhe krijimit të kushteve që të rinjt të kenë arsye për të qëndruar apo qoftë edhe për t'u rikthyer.